Parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike dhe projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin 10221 datë 4/2/2010 për mbrojtjen nga diskriminimi. Si dhe të shtohet në rendite, projekt vendimi për një shtesë në vendimin e kuvendit numër 64/2025 për caktimin e përbërës komisionet preshme të kuvendit dhe projekt vendimi për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e kuvendit numër 65/2025 për caktimin e anëtarëve zëvendësues në përbërjen e komisioneve të përreshme të kuvendit. Në bazë të nenit 31.2 dhe 49.3 të rregullores, propozuesi diskuton jo më shumë se 3 minuta dhe ka të drejtë diskutojë një folës pro dhe një folës kundër, jo më shumë se 2 minuta. Besoj propozuesi e bëri diskutimin e vet, nëse s'ka folës tjetër, po nëse thash. Nëse nuk ka, e them përsëri, nëse nuk ka folës kundër, nëse nuk ka folës kundër, do të vijojmë me pikën tjetër. Nëse ka folës kundër, të çoj dorën, shikoj dorën e zotit Bardhi, merrni fjalën 2 minuta. E para njerë tregon se sa serios jeni ju, zoti kryetari kuvendit, se propozimi që vjen nga grupi parlamentari PS është heqim ligjet nga rendi ditës, se do duhet i konsultojmë me Komisionin Evropian. Kjo ishte arsyeja e dhënë për të heqë 4 projekt ligje nga rendi ditës së seancës plenare. Që do të thotë ju nuk jeni kujdesur minimalisht si kryetari kuvendit që përpara se të hartosh rendin e ditës, të kontrollosh procedurën parlamentare nëse ka apo jo konsultim me Komisionin Evropian. Dhe tregon se si e përgatisni ju rendin e ditës. Së dyti, neni 31 që ju referuat, i referohet shtimit të rendit ditës, jo paksimit të rendit ditës. Që kështu kërkesa e bërë nga kolegët, nuk bazohet neni 31, se 31 është për diskutuar çështje të tjera jashtë rendit ditës. Dhe kërkesa që paraqiti kolegu Blushi është kërkesë në përputhje me nenin 31 dhe nuk ka nevojë me shkrim, mjafton ta paraqesë një grup parlamentar edhe në seancë dhe mbështetet me ngritje në këmbë të deputetëve, që ministra e Brendshme të jap llogari për dhunën policore ndaj qytetarëve të pafajshëm nga policia e drejtuar nga një krye kriminal si Ilir Proda, një ushtar i Suel Qelës dhe klanit të troplineve. Kjo është një kërkesë procedurale që ju do duhet ta hidhni në votim. Do duhet jap shpjegim për përdorimin e lëndëve të skaduara, që dhe sot që flasim kemi probleme me frymarrjen për shkak një akti kriminal të policisë drejtuar nga zonja, edhe pse kanë thënë merru me zjarr fikset se Ilir Proda është mbi ty sa i takon policisë, është krim i organizuar mbi të, por kjo... Shumë faleminderit. 2 minuta keni, çfarë të përfundoni? Një fjali e fundit. Kjo është një kërkesë që ju duhet ta hidhni në votim. Sa i takon kërkesës së tyre nuk ka bazë ligjore, nëse duhet hequr nga rendi ditës, se propozimi është ky, do duhet hequr kodi penal, ku gjithë shoqatat dhe organizatat në mbrojtje të gazetarëve janë kundër, duhet hequr ligji për lobimin, duhet hequr ligji për shitjen e armëve dhe duhet hequr ligji që ngushton hapësirën për komisionet hetimore, një drejt kushtetuese e opozitës. Tani, nëse më citoni, ju lutem më citoni korrektësisht, sepse është minimumi i etikës. Dëgjoni deri në fund. Ju referova 2 neneve, jo vetëm neni 31, që është për shtimin e rendit e ditës, po edhe neni 49, që është për heqje, shtyrje të diskutimeve. Dhe në bazën e këtyre 2 neneve trajtohet së pari heqja nga rendi i ditës i 4 projekt ligjeve, të cilat janë në rend e ditës jo si shtat ju, po janë konform ligjit, për arsye shumë të kuptueshme, kërkohet të shtyhet me 1 javë dhe shtimin e rendit ditës i 2 projekt vendimeve sipas nenit 31. Kështu